Sot në darkë është prajmi i radhës i Big Brother VIP Kosova. Teksa po i afrohemi finales së madhe, e cila do të mbahet më 27 shkurt, në shtëpi janë shtuar debatet, madje ka pasur edhe përplasje mes Benitës dhe Labit. Ky i fundit i është drejtuar Benitës duke i thënë se çdo gjë e ka arritur me sponsor. Benita është ngritur për ka goditur, por ka ndërhyrë banorët e tjerë. Ndërkohë, Benita ka vazhduar debatet dhe nuk e ka lënë as të flej Labin, çka ka bërë që ai të acarohet. Gjithashtu, debati ka pasur edhe mes Elionës dhe Labit. Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka mbërritur një zar fizi për Labin, përmbajtja e të cilit do të zbulohet sonte. Vazhdon të jetë i hapur televotimi për finalistin e parë, i cili do të zgjidhet mes Benitës, Dolçes, Klodianit, Ludolik dhe Labinotit. Sondazhe të shumta janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët dhe këto janë rezultatet. Në vend të 5 renditet Dolçe me 3% të votave. Në vend të 4 renditet Labinoti me 5% të votave. Në vend të 3 renditet Benita me 6% të votave. Në vend të 2 renditet Ludoli me 9% të votave. Ndërsa në vend të parë renditet Klodiani me 77% të votave. Një diferencë shumë e thellë mes vendit të parë dhe vendit të dytë. Për publikun, Klodiani duhet të jetë finalisti i parë, por është produksioni ai që vendos se kush të shkojë në finale i pari. Kujtojmë se ka edhe një zar ftëzi për Labin, i cili është gjithashtu pjesë e këtij televotimi. Po ju, kush mendoni se duhet shkojë në finale? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.